kontestojnë rezultatin zgjedhor. Në Shqipëri, ne jemi pjesë e Këshillit të Evropës, nuk e kemi këtë drejt. Rusia ka dalë sfundmi nga Këshilli i Evropës, unë e di që Shqipëria është akoma pjesë e Këshillit të Evropës. Kjo bën ndesh dhe me një drejt kushtetuese që na e parashikon kushtetuta. Kushtetuta thot, çdo njeri që mbush 18 vjeç ka të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Dhe në rast se një drejt i cënohet, ka të drejtë për të bërë një proces të rregullt ligjor në gjykatë. Kandidatit i pamundsohet për me bëjë një proces të rregullt në gjykat. Prandaj kodi zgjedhor duhet hedhë në koshin e mbeturinave sepse është antikushtetues dhe bën ndesh me Konventën Evropiane për Drejtat e Njerëzit. Unë kam lexuar praktikën e Strasburgut, gjykatës Strasburgut, që nga 2009 dhe deri tani në 2025, çdo rast që ka qenë në raport me kandidatin që nuk e kanë lënë për të parë votat e veta, ishte një rast në Rumani, në Serbi dhe në Bullgari. Gjykata e Strasburgut i ka dhënë të drejtë kandidatit. Edhe atje, organet administrative dhe kolegji zgjedhor në vendet përkatëse i thonin kandidatit, jo po se ti nuk ke drejt, jo na i sill neve me çdo vot këtu etj etj. Jo, thot gjykata e Strasburgut. Mjafton një indicje dhe vendoset në lëvizje e gjithë kjo gjë. Pra kandidati, jo partia. Duhet kandidati, pra, sepse kështu përcakton, ata shkojnë dhe më tej, ata thonë dhe zgjedh si ka drejt për me pa vot në vet. Pra, e marrim rastin hipotetik. Aulon Kalaja voton tek lagja tek Siri Kodra. Tek ajo kuti ka votuar për një parti më të parëndësishme në botë, e cila ka vetëm një vot. Shikon proces verbalin dhe atë votë e kanë marrë partitë e mëdha. Në këto momente i lënë dyshimi se i kanë vjedh votën. Çohet qytetari dhe kërkon që të hapet kutia ku ai ka numër, ku ka votu. Kjo është e drejta. Kjo është vota e lirë. Kjo është betejë në Europën perëndimore. Këtë thot gjykata e Strasburgut. Tani janë çu këta, edhe thonë, jo, e ka vetëm partia në dorë. Unë që kam pretendime në këtë rast për me pa votat e mia, siç u vërtetu nga hapja e pjesshme që unë rikuperova mbi 100 vota dhe pres që të rikuperoj akoma më shumë nga pikërisht rinumërimi, i kërkova gjykatës kushtetuese shfuqizimin e kolegjit zgjedhor që nuk më legjitimon municipal dhe detyrimin nga ana e gjykatës kushtetuese që të më legjitimoj. Ishte shumë i qartë në këtë. Dhe çfarë ndodh nëse gjykata kushtetuese ti jep të drejtë? Në rast se unë fitoj, atëherë një lajm i fundit është që është përcaktuar relatori çështjes time, sapo më erdhi mesazhi, çështja është regjistruar në gjykatën kushtetuese, se edhe mund mos regjistrohet. Pra unë i drejtohem, po ata nuk e regjistrojnë. Siç ndodh me mosfillimet në SPAK. Po, është lajm i mirë, është një treshe që ka rënë. Relator është zoti Ilir Toska, që është antar i gjykatës kushtetuese. Unë pres pra që të shkoj në seancë me 9 persona tani, me 9 e gjykatës kushtetuese, ku do bëj betejë të jashtëzakonshme. Kujdes, jo për mua, për çdo kandidat tjetër që do të jetë në zgjedhje, qoftë lokale. Dhe kjo është rezultatin që ai kërkon. Kjo është gjë shumë e madhe, Bruna, sepse kështu fitohen drejtat. Nuk do marr kallashin me vra njerëz, fitohen me proces të rregullt ligjor. Pra, dhe në rast se këta nuk e zgjidhin, unë do shkoj në gjykatë Strasburgut dhe do ta fitoj këtë çështje, sepse e gjithë praktika e gjykatës Strasburgut është pro kandidati. Nëse voton pro. Atëherë, nëse voton pro, kolegji zgjedhor unë legjitimohem dhe pastaj hapen të gjitha kutitë e qarkut Durrës dhe shikohen votat se si janë marrë. Kjo të gjitha kutitë e qarkut Durrës, edhe diaspora, edhe kutitë e mbetura që nuk janë hapur. Ndërkohë, procesi në SPAK dhe në kolegj zgjedhor unë i kam thënë jo vetëm hapjen e kutive, po hapjen dhe të videove. Pra do bëhet shembull shumë i madh çështja, në rast se gjykata kushtetuese do vendosë. Pra nuk do hapen thjesht kutitë siç keni parë në Tiranë. Kujdes. Do hapen kutit, po do hapen dhe videot, për me parë votat se si kanë dalë të virgjëra për herë të parë. Prandaj unë gjykoj që kjo nuk është çështje për mua, është për çdo kandidat në qarkun e Durrësit, por është dhe për çdo kandidat tjetër që do të jetë në zgjedhjet e ardhshme që ta ketë këtë armë. Nëse kjo ndodh dhe ishte vërtet diçka e madhe, shumë e madhe, do të ishte për herë të parë. Do të vendosen një standard i ri Aulon. Patjetër, dhe prandaj ju kam dhënë fjalën dhe të falenderoj ty që më ke ftuar her pas here që unë do t'i shkoj deri në fund kësaj çështje, sepse kjo është rruga ligjore që duhet ndjek për mendimin tim çdo kandidat. Shikoj mësuar në Shqipëri, do më thënë trafin dhe nuk t'len me qajtë, kandidon, ti majnë votat, ti vjehasë, s'ka problem. Ore, ti nuk je pronar i votës, ti duhet ta respektosh votën sepse vota është besim, ti votën e ke kontrat me qytetarin, dhe në rast se ti nuk e lexon votën si që ka hedhur qytetari, atëherë pse kandidove? Këto vitin e kemi parë që shumë kandidat kanë hedhur pretendime të tilla, vjedhje etj etj, po s'është se kanë çuar deri më tej. Po duhet me qenë serioz pra. Prandaj edhe ke Partia Demokratike unë i bëj thirrje për seriozitet tani. Në rast se ne flasim për farsë zgjedhore, duhet rrim te farsa zgjedhore, të hapim manualin dhe katalogët e protestave se si zgjidhet farsa zgjedhore. Për shembull, këtë eksperiment e kanë bërë në 2001-shin, që ka rezultuar i suksesshëm. Në 2001-shin me Dushku, në rast se kujtohet, Komiteti Evropian i tha socialistëve, jo, nuk e zgjidhni dot presidentin me votat tuaja. Duhet bashkëpunim me opozitën sepse keni vjedh mandate.
Po si ndodhi kjo? Ndodhi sepse ndërkombëtarët kishin ndjek me vëmendje procesin këtu? Jo. Atëherë gjithë Partia Demokratike bëri një betejë në Washington, Bruksel dhe në gjithë kancelaritë europiane dhe arriti për